Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, të nderuar shikues, këtë radhë me rubrikën Opinion. Me në studio është zoti Dimitër Kote, është drejtori i menaxhimit të rrjetit në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Zoti Kote, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirëdita, ju falenderoj për ftesën. Kemi parë sot investime të reja në linjën Bathore Babru Paskuqan. Çfarë do thotë kjo për këtë zonë? A ka efekt më të gjerë se aq dhe çfarë po ndodh përgjithësi me Tiranën dhe rrethinat e saj? Mund të them që ajo që kemi parë sot është një pjesë shumë e vogël të themi një investimi të përgjithshëm që OSHE po kryen në gjithë Shqipërinë. Sot kemi pasur fatin të prezantojmë Bathoren, Babrun, Paskuqanin. Është një investim mjaft i rëndësishëm për OSHE-n, investimi menduar prej shumë vitesh, por vetëm tani ne mundësuam ta realizojmë këtë investim. Një investim të rreth 1.7 miliard lekë të reja, që përfshin rrjetin e tensionit mesëm, gabinat e transformimit dhe rrjetin e tensionit ulët. Investim që i shërben rreth 20.000 konsumatorëve, duke pas parasysh që një konsumator përfshin një familje mesatarisht rreth 4-5 persona, mund bëni vetë llogaritë se sa banor përfitojnë nga ky investim. Kanë qenë këto zona problematike dhe ky investim i nxjerr nga harta zonave problematike? Kanë qenë zona shumë problematike, do thoya, jo problematike. Prej vitesh janë furnizuar me rrjete të improvisuara nga vetë banorët, fatkeqësisht. Kompania në vite nuk ka pasur mundësinë të ndjek këto zhvillime demografike, këto lëvizje demografike në ato zona dhe përjedhoj njerëzit kanë mundur të improvizojnë ashtu si kanë mundur, kanë improvizuar siç kanë mundur duke krijuar rrjete dhe rrjete shpërndarëse në mënyrën e vet. Kanë qenë, do thosha, jo vetëm nga cilësia, po edhe nga rrezikshmëria, nga pikpamja e sigurisë së shfrytëzimit kanë qenë problematike. Dhe tani përfundimisht ne arritëm të investojmë, janë rreth 6 fidra të rinj. 2 fidra dalin nga në stacioni Kasharit dhe shkojnë drejtim Bathores. Janë 4 fidra të tjerë të rinj që dalin nga në stacioni rajonal 220 kV i Tiranës dhe shkojnë në drejtim Paskuqanit dhe Babrus. Pra gjithë një investim mjaft i rëndësishëm dhe do të ndikojë jo vetëm në rritjen e cilësisë furnizimit të këtyre banorëve që tham, por dhe rritjen e treguesve të kompanisë që janë humbjet dhe pritshmëria në argëtime që mendojnë që do jetë shumë e lartë. Tani më në fund e keni qartë gjithë rrjetin se çfarë ndodh atje. Për të zonë po, por problemet fatkeqësisht vazhdojnë sepse asgjë nuk mund zgjidhet as në një ditë as në një vit. Ne presim që treguesit e kompanisë të vazhdojnë të jenë në këto nivele, në mënyrë që të na japin mundësinë të investojmë në këto ritme. Ju pak më parë thatë që është vetëm një pjesë e vogël e këtyre investimeve. Ku janë fokusuar për vitin 2015 dhe vitin 2016 këto investime, duke bërë një gjeografi pak më të madhe për të gjithë Shqipërinë? E thënë shkurt, në të gjithë Shqipërinë. Duke filluar nga Saranda deri në Shkodër, Tropoj. Investimet për 2016 priten të realizohen në një vlerë rreth 9 miliard lekë të reja, të ndara këto në stacione, linja tensionit lartë, në linja tensionit mesëm, gabina transformimi dhe gjithashtu më pjesa më e rëndësishme në rrjeta apo në rrjeta të u, apo si themi në kablo ABC, që janë mendojnë të zgjidhin problem mëdha që kemi me humbjet dhe me vjedhjet. Për të eliminuar. Edhe me humbjet edhe me vjedhjet. Me humbjet teknike dhe humbjet jo teknike që janë një plag. Me humbjet teknike me që e përmend ka qenë gjithmonë një problem i madh i rrjetit amortizuar elektrik në Shqipëri. Fatkeqësisht humbjet janë në nivele mjaft larta. Nuk kemi statistika fort qarta përveç edhe infrastrukturën që kompania ka, duke mos patur një database të saktë. Po ne kemi bërë një vlerësim për afërt dhe mendojmë që të janë diku te 20%. Dhe me këto investime mendojmë të ulin akoma më shumë. Po pjesë e humbjeve, përveç se humbje teknike, janë dhe humbjet jo teknike, që zënë një pjesë jo të vogël, të cilat realisht janë ulur. Në sa përqind? Po sot të paktën për vitin 2015 ne mbyllëm diku te 30.7%.
me humbje totale, një rekord për këtë kompani prej shumë vite që nuk ishte. Dhe është mjaftueshme kjo? A ne si jemi asnjëherë të kënaqur dhe nuk do thosh është. Objektivi ynë është që për vitin tjetër të shkojnë të paktën 20, 27, 28%. Edhe arritur kjo me investime, dhe patjetër dhe me ndihmën e strukturave të shtetit për të eliminuar abuzimet dhe pjesën tjetër. Për të ndalur më gjatë pak tek investimet, për të cilat investimet si thash janë në gjitha kategoritë, duke filluar nga tensioni i lartë deri në tensionin e ulët. Dhe këto investime bëhen me dy qëllime kryesore. E para, ajo që thamë për të ulur nivelin e humbjeve, që është mjaft i lartë, po ta krahasojmë me vendet e Ballkanit, pastaj më keq akoma me Evropën. Dhe e dyta është për të rritur cilësinë e furnizimit të konsumatorët. Kryesisht ne tentojmë të bëjmë investime në tension të ulët, të cilat na rritin ndjeshëm, na reduktojnë ndjeshëm humbjet teknike dhe jo teknike, po edhe nga ana tjetër dhe investime në tension të mesme të lartë, të cilat ndikojnë direkt në performancën e kompanisë apo në atë që ndjeshmë në uljen e defekteve dhe rritjen e cilësisë furnizimit, si në sasi ashtu edhe në cilësi. Pra në gjitha komponentët ka investime dhe përpjekje për të ndryshuar. Patjetër. Do të thosha që investimet janë rreth 9 miliardësh. Ne mendojmë të vazhdojmë edhe në vitet në vazhdim me këto ritme. Kjo patjetër do varet nga ecëshmëria e treguesve të kompanisë, pritin të jenë akoma dhe më të mirë. Gjithashtu kjo është vetëm vlera që ne jemi të aftë të investojmë nga buxheti ynë, por mos harrojmë që kemi dhe mjaft donatorë tjerë, siç është Banka Botërore, KfW-ja gjermane, Kooperacioni Italian. Dhe po t'i marrim gjitha së bashku, vlera rritet mjaft ndjeshëm. Ne jemi në tratativa, në bisedime dhe presim shumë shpejt që këto kreditë premtore t'i kthejmë në realitet. Ju thatë një investim prej 9 miliard, a mund ta bëni një pasqyrim ku do t'investohet më shumë, cilat janë zonat më problematike dhe aty ku do t'investohet më pak? Investimi mbulon gjithë Shqipërinë, si thash. Po duhet ketë zona që kanë nevojë për më shumë investim apo edhe anësjellës? Ne kemi synuar, domethënë ne kemi marrë gjithë kërkesat, ndoshta ju e dini që OSHE-ja ka një strukturë rajonale dhe përbëhet nga 11 rajone tashmë. Kemi marrë kërkesat e këtyre 11 rajoneve, që natyrisht janë shumë herë më të larta se sa ajo shifër 9 miliard. Kemi bërë llogaritjet dhe kemi parë kthimin kur na kthehet ky investim, kemi llogaritur efektin që ka ky investim dhe jemi munduar të zgjedhim ato investimet të cilat kanë një impakt më të menjëhershëm, themi, një kthim investimi më të shpejt dhe japin një rritje të cilësisë menjëhershme. Kemi parë për shembull që Bathore, Paskuqani ishin një nga zonat që problematike dhe investimi do na kthehet rreth, mendojmë që 4-5 vjet ky investim na kthehet mbrapsht. E njëjta gjë ka qenë në Kënet në Durrës apo zona të tjera ku ka pasur lëvizje të mëdha demografike të viteve të fundit që janë shoqëruar apo nuk janë shoqëruar themi me investime nga infrastruktura përkatëse, qoftë elektrike, qoftë edhe ajo infrastruktura të tjera, siç mund të jenë uji i pijshëm, ujërat e shkarkimit e tjera. Unë po flasim vetëm për anën elektrike këtu. Dhe janë pikërisht këto zona që kanë një përqendrim të lartë me konsumator, të cilat ne synojmë apo sipas llogaritjeve tona kanë një efekt feedback më të shpejtë dhe më të menjëherë. Tani që pagesat kanë filluar të jenë më të plota, pikërisht që do vi dhe ky kthim investimi kthehet më shpejt në mënyrë na kthehet ky investim më shpejt dhe ky investim i kthyer ne na jep mundësinë të investojmë në investime të tjera. Po në zona për shembull që janë strategjike të rëndësishme, siç është Bregdeti për shembull, tani që vjen vera dhe mbushet me turistë, ne pavarësisht se çdo vit flitet që nuk do të mungojnë dritat në Bregdet, me thënë drejtën, pothuajse çdo vit ka probleme. Sidomos zona e Bregut, për shembull. Po, e drejtë. Asnjëherë s'kan mbaruar këto probleme. Investimet në Bregdet unë do t'i ndaja në 2 pjesë, ose në 2 etapa, themi, në investime afat mesme, që e zgjidhin këto probleme parë në një periudhë themi 2-3 vjeçare.
dhe investime afat shkurtra, për cilat ne mendojmë të zgjidhim problemet teme më kryesore të kësaj vere. Në Bregdet ne po punojmë me kooperacionin shumë fuqishëm me kooperacionin italian. Themi pjesën e imarës, duke filluar nga Qeparoje deri në Palas, janë duke u diskutuar dhe është rënë dakord me kooperacionin italian rreth 7.5 milion euro, e kthyer në lek i bie rreth 1.1 miliard lek të reja, që do investojnë në rrjetin Shpërndarës, 20 kV të ri që do bëjmë aty. Aktualisht zona furnizohet me një rrjet 10 kV të jetë amortizuar, me një linjë 35 kV dhe ajo prej vitit ndoshta 67 nëse e kujtoj sakt. OST-ja tashmë ka investuar në zonë, ka sjell linjën 110 kV, po ndërton në stacionin e ri 110-20 kV, që i përket tasha periudhës afat mesme. Po të përmbledhim gjitha këto investime shkojnë diku të rreth 10 milion euro, ndoshta paka shumë, nuk jam fort i sigurt për këtë shifër, por diku këtu rreth investimet e OST-s dhe tonat. Dhe këto në një periudhë 2-3 vjeçare do japin zgjidhje kësaj zone. Po paralelisht me këtë, paralelisht për këtë rrjetit, domethënë, derisa kërkon një patjetër, është mjaft kritike, thash, nga investimet nga viti 1967, ndoshta mbahen më nga periudha e elektrifikimit. Po paralelisht këtij investimi afatmesëm ne kemi menduar dhe një zgjidhje për atë zonë. Këtë vit ne kemi parashikuar një stacion portativ. Është një risi në këtë kompani, në stacion portativ, që për një periudhë të përkohshme do shërbej në Imar, po më pas, sipas nevojave, do ta lëvizim edhe në zona tjera. Krahasisht në stacionin portativ jemi duke bërë dhe rekonstruksion e linjave aktuale, dhe të paktën për këtë verë mendojmë që të zgjidhim problemet, rreth 70-80% problemeve të asaj zone, si në cilësi edhe në ndërprerje. Dhe problemet përfundimisht, siç thash, do zgjidhen me periudhën afatmesme, me investimet e plota që ne do bëjmë si nga ana OST-ja dhe nga kooperacioni italian. Po të kalojmë pastaj më sipër ose vazhdojmë në jug me Sarandën. Aktualisht Saranda fatkeqësisht qysh nga viti 2007 ka pasur një stacion të ri 110-20 kV, për arsye që dihen fondesh apo dhe mungese fondesh në investime, nuk u arrit asnjëherë të ndërtojë rrjetin 20 kV. Ne duke filluam nga 2015, investuam në 20 kV, në rrjetin e ri 20 kV, janë rreth 4 fidra të rinj, me gabinat për kace, me rrjetin të udhë dhe themi që Saranda ka marrë një zgjidhje bashkë me Ksamilin, një zgjidhje të kënaqshme për këtë periudhë të verës. Po të vazhdojmë në veri, pastaj është zona e Orikumit, Vlora. Edhe kjo e njëjta situatë, kemi 2 zgjidhje, kemi një afat mesme duke e zgjidhur me OST-n dhe KFW-n për për ndërtuar një stacion të ri, rrjetin e ri për katës, po paralelisht me këtë jemi duke rekonstruktuar ato që kemi në stacione e vjetra në radhim, linjat e vjetra 35 dhe 10 kV aty, për t'i shërbyer sa më mirë qytetarëve gjatë kësaj periudhe të verës. Po të vazhdojmë akoma në veri, pastaj kemi do të përmendja Golemin. Në Golem jemi duke investuar një stacion të ri, ka qenë një stacion 110-6 kV, ne kemi kthyer në 110-20 dhe paralelisht me të po investojmë në rrjetin 20 kV. Ju tashmë i dini avantazhet e rrjetit 20 kV, si në cilësinë e furnizimit, ashtu edhe për efektin e humbjeve teknike. Po të vazhdojmë pasaj më në veri të Durrësit, duke filluar nga Këneta, dhe aty rreth 500 milion tjera investime vetëm në zonën e Kënetës, edhe më shumë. Këneta ka disa pjesë, po flas vetëm pjesën e Kënetës veriore dhe perëndimore që prek Porto Romanën. Është Xhiri i Lalzit, që jemi duke menduar ndërtimin në stacionit të ri aty në bashkëpunim me OST-n, e cila ndërtoi linjën e re 110 kV. Në Shëngjin jemi duke punuar për 2 fidra të rinj për të furnizuar zonën, sepse dihet që ato fidra që ekzistojnë tensionit mesëm nuk e përballojnë, për t'i dhënë një zgjidhje të paktën për kësaj vere, dhe paralelisht me të dhe një rekonstruksion në stacionin e Lezhës. Në Velipoj, edhe Velipoja ka parashikuar një zgjidhje, ka 2 lloj zgjidhje, një afat mesme dhe një afat shkurtër. Për këtë verë kemi menduar vetëm fuqizimin në stacionin ekzistues dhe për t'i shërbyer sa më mirë qytetarëve. Krahas kësaj, domethënë janë gjatë periudhës verës mendojmë ngrejmë dhe grupe gatishmërie, të rrisim dhe nivelin e gatishmërisë në kompani, ashtu siç u bë edhe vjet, për t'i shërbyer sa më shpejt dhe në kohë qytetarëve.
A është edhe në këto zona ku ne kemi pasur rrjetet amortizuara, apo edhe popullsi të pakët, mirë po në vitet e fundit është rritur ndjeshëm kërkesa për energji si pasojë e turizmit. Jo vetëm zona e Marës, po flas për thethe, valvone, fshatra që deri dje kanë pasur një tel që mjaftonte për gjithë shtëpiat dhe tani u duhet në verë të kenë edhe ngrosa. A ka po zhvillohet në një farë mënyrë edhe energjia alternative, për shembull me panele diellore, me mënyra që të mund të shkëputen pak edhe nga rrjeti i amortizuar. Apo ju nuk e keni hyrë parë në syrin tonë që do ishte një ndihmë nga këto komunitetet temi. Burimet alternative gjithmonë janë pjesë e politikave jo vetëm të kompanisë sonë apo edhe të BE-s, ne rekomandojmë fuqishëm. Gjithsesi ne shohim ato janë pjesë e planeve tona. Siç thash, ne kemi një listë shumë të gjatë me kërkesa dhe do duhen disa vite investime me këto ritme që të arrijmë deri tek zgjidhja e kërkesës më të fundit. Po gjithmonë nisemi nga llogaritjet tona atje ku investim kthehet më shpejt dhe atje ku prek një numër sa më të madh konsumatorësh. Për të ndalur në fund pak tek matësit e rinë, ç'pi kemi me investimet? Në pjesë e investimet OSHS, në këtë 9 miliard që unë përmenda me fondet OSHS, rreth 1.7 miliard shkojnë vetëm për investimet në matje. Kryesisht ne jemi të interesuar të pajisim gjithë konsumatorët tanë me maca, sepse për fat keq jo të gjithë kanë maca për shumë arsye në vite. Dhe një problem tjetër është se shumë shpejt dhe afrofeja do të hiqet dhe kjo ne duhet na gjejë të përgatitur, sepse nëse nuk do t'i faturojmë dot afrofes, do t'i faturojmë dot fare dhe jemi duke punuar fort për të me këtë fond të parashikuar edhe siç thash 1.7 miliard lek të pajisim gjithë abonentët tanë me maca, që kur të vi periudha e afrofes të na gjejë të përgatitur. Është ulur ndo pak numri i familjeve që paguajnë afrofe, që pra nuk kanë matës? Mendoj se po, sepse këto muajt e fundit ne kemi pasur aksione në gjithë Shqipërinë dhe shifrat tregojnë që janë instaluar shumë maca të rinj, janë zëvendësuar shumë maca të dëmtuar dhe ky numër deri në qershor mendojmë ta reduktojmë në zero. Përveç familjeve ka dhe biznese akoma që paguajnë afrofe? Shumë pak. Do thosha, pjesa më e madhe janë zona me abonent familjar, të cilët jo për efekt më shumë të macës se sa për mungesë të rrjetit janë atë gjendje. Pra ka nevojë që jo vetëm për një matës, por për të investuar dhe në rrjetin, se siç thash janë zona që kanë improvizuar rrjetet dhe në fund të vendosur një matës ka qenë jashtë kushteve teknike, por fal këtyre investimeve që ne po bëjmë, ne jemi në gjendje të vendosim të i pajisim me matës këta abonent. Në qartë. Zoti Kota, faleminderit që ishte në studio. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ne të nderuar shikues, do të shkëputemi në këtë momente për pak publicitet. Na ndiqni pas pak.